Ka dhez, jam kontetizja jam, e kom bu veç për fani, kom hite lovë, sane të bu hajgore, edhe ja ka nisin atë në para gjyku, jo kjo nuk është për me bu video, jo sene, shumë senet asi, po, ona pet sa pet nuk nona, ona gjithmonë kam u konë qëto. Po pse, qka ndodhe kur ishte ofër lopëve? Po jo, e shkrujshin kjo nuk është se, ona e kom shkrujt atë, ma mirë me pore me punu halal, se sa me pore të bobo, se kështo. Ona e kom pas në koptin tjetër, se shumica e femrave tash veç janë të prit hazër, se asë nuk përpunojnë asë kur gjo. Në qëfar kuptimi specifikisht e pate? E pate pikrisht për këto vajzat të cilat nuk i kanë të ardhurat e tyre personale? Për qëtale, po, ta që shumica për femrat nuk janë të bu vetvetja e pora, edhe me të kalë të drejtin janë edhe ja ka njësë shumë familje me prishën, si do më gjenerata e ri. Po mirë, qëfar lidhje pati kjo me lopët? Po, për shambull, one që e këmbu videon ma mirë me pore, ta në aty ja ka njësë me komentu komentet negative, adë ndo me pore, burrav e kështu, e për që ato që kjo ka qarkullu shumë rrjetet sociale. More shumë komente? Shumë, edhe bile doj këmshi. Une nuk është që prekna, po familja jam, babi jam, fshije që të koment, po leje, se unë jetoj për veti, nuk jetoj për njerëz. Pra i panë gjithë komentet aty që ishen, përfshirë edhe prindrit e tu. Krejt. Pra janë aktive dhe ata në TikTok. Po, ato bile TikTok-in e ka qelë se bet meje. Me pasë që ka po postan e bia. Po mirë, më tregë pak, të pengun ty personalisht komentet? Jo. Apo ty së të prishën punë fare? Ne të komentojnë sa dojnë, unë gjithmonë prej fillimi deri tash jam vetvetja dhe kam u konë gjithmonë qështo. A pati komente pozitive me gjithë atë? Po, komente pozitive kam, po interesant, një thamë 70% femra shumë më shkruajnë negativ. Më shumë të shkruajnë negativisht meshkujt apo gratë? Femrat. Pse? Nuk e di, gjelozi. Çka mendojnë që gjelozojnë ato? Po, nashta nuk e kanë vetbesimin tam, so ne kam shumë vetbesim vete. Në gjithë aspekt, në jo gjithë vetëm për aspekt, video. ka marrë parasysh, kam u konën, ka marrë njetë, do të me sfidu jetën. Më tregove pak e zma herët që ndoshta mund ta lidhem edhe pamjen tuaj fizike me këtë pjesën e vetbesimit. Pra, pak shohim gratë të cilat dalin në publik, postojnë fotografi, bëjnë video, ndajnë shumë çka me audiencën e tyre, dalin jashtë ambienteve të shtëpisë, paraqiten kudo pa asnjë pikë grimi. Dhe ti e bën këtë? Po, unë gjithmonë edhe videot kur i bëj, unë nuk është që lyna ose diçka, direkt. Unë nashta qatoj për qatoj nëse e shoh që jem të dosh me bu një video, direkt, veç e bëj edhe së më interesan a jam e lyma shka. Edhe sot nuk e ke asnjë pikë grimi, si ke vendos asgjë? Veç pak vetlat edhe bus normal.